Exon Makiqi nga fshati Reznik i komunës së Vushtrisë i është nënshtruar të enjtë një ndërhyrje kirurgjike në spitalin amerikan në Prishtinë, si pasojë e goditjes nga një plumqor para 2 javësh. Exoni 14 vjeçar ishte operuar para 1 jave në qendrën klinike universitare të Kosovës, mirë po operacioni kishte rezultuar pa sukses, pasi nuk ishte larguar plumbi nga trupi, por fal stafit të spitalit amerikan, ai sot është larguar me sukses. Nureddin Makiqi, babai i Exonit, rrëfen për Kosova Press ngjarjen që kishte ndodhur me 5 korrik në fshatin Reznik të Vushtrisë. Ai ka treguar se djali është plagosur me armëzjarri, por se nuk e din se nga kush, pasi që policia ende nuk arrit ta identifikoj sulmuesin. Edhe pse nuk kishte pasur sukses operacioni i bërë 1 javë më parë në QKUK, ai prap ka falendëruar ata për përpjekjet e bëra, pasi që sipas tij kanë bërçmos që plumbi të nxjerrej nga trupi i Exonit. Ai po ashtu ka thënë se nga mjekët në QKUK është rekomanduar që shërimin e djalit ta kërkojë jashtë vendit, mirë po fal vullnetit të spitalit amerikan, i cili pa asnjë kompenzim ka kryer këtë operacion, djali i tij është në gjendje të mirë shëndetësore. U plagos me 5 dinamit, do me thonë nesë sot 2 javë. Për atuajt e kanë marrë kanë që në emergjencë në Vushtrisë, për Vushtrisë e kanë dërgu drejt në QKUK. Ja kanë bërë fotografime, edhe që din, në kanë thonë që kanë pas sukses, duhet me operu. E kanë shri në spital, e kanë operu, po më në fund nuk patë sukses. Tani më thënë mjek që duhet me darë ose me quti ku një vend jashtë këtu, po marë prasysh. Ana që të një janë dykun jashtë. Se këtu nuk kanë pas suksese, tani u matë shumë në që kam me bëha me qkua mos me qmu, dhe ishte i zoti në thërën të këta të spitalit amerikan. Edhe më tha veç po dojna veç me po, ju ku që ma shumë veç me po, thani herë edhe, së është problem. Tani e kom pru këtë spital, kom bisedue, e kanë bodo foto, thanë që s'ki nevoj me qmu, po kime leon këtu, edhe na këna me kry këtë punë. Edhe dhe ishte i zotit, ti e kom pru se dhe kanë operu, ju falenderojmë shumë, ka pas suksese edhe doktor Visari më dhe Gosha, ka pas suksese që shumë ka thonë që është i katër. As nuk ka pas pasoje diçka as, ju falenderojmë, s'pëtia që shumë ju falenderojmë. Exoni pas operacionit ndjehet më mirë, ai ka treguar qastet kur u godit nga një plumb, e që në atë moment ishte duke luajtur me letra bashkë me shokët e tij dhe duke kullotur bagëtin. Unë të du me letra ullëm, edhe të ju ullëp në të krizë më të këna një 2 e ma heret, pës në nga shku menja, ku ka gjumë të të nëjëm ka. Kështë më rëgu kure, ju më qëmë konë kështë shako anaj kështë, se po shkërkan, ka në tash unë tjek e koma, mësë më më nga gjofëne, se ku më hiqë ma i të nalt, ku më po gjokën të ne, ma ka një që. Bo, bëdhe në kanë që në të një punë kështë, dhe të në emergjencë. Qysh po ndihesh tash mas operacionit? Apo ke vëdi? Visar Nushi, mjek ortoped në spitalin amerikan në Prishtinë, i cili ka operuar Exonin, ka bërë të ditur se gjendja e pacientit ka qenë rënd në aspektin lokal, ndërsa gjendja e përgjithshme ka qenë ruajtur. Mirë po në regionin ku ka qenë i plagosur ka pas dhimbje dhe kufizim të lëvizjeve. Operacionin që ka zgjat për afërsisht 1 orë gjysmë e ka quajtur të suksesshëm. Plumbi ka qenë në pjesën e sipërme të pasme të kopshës, në shpinë, në anën e djathtë. Nëse s'ishte kryer ky operacion, cilat do të ishin pasojat? Me qenë se plumbi ka qenë në një region mjaft delikat, ka qenë afër nyjes Kordopullës dhe ka ekzistu rreziku, ka pas rrezik permanent dhe potencial që gjatë ecjes dhe në çdo lëvizje të Kordopullës të dëmtohet nyja, që në këtë rast do të ishte një dëmtim i pareparueshëm në fakt. Në anë tjetër ka qenë afër një nervi kryesor, që është domosdoshëm për lëvizjen e këmbës,
e cili në fakt edhe për shkak të goditjes nga plumbi dhe shpejtësisë në një masë të vogël ka qenë evidentuar, por edhe plumbi edhe këto dëmtime me sukses janë trajtuar me këtë ndërnim kirurgjik. Exoni do të qëndrojë shtrirë në spitalin amerikan për rehabilitim post-operativ dhe se gjendja e tij është e mirë dhe stabile dhe i njëjti ka filluar edhe të ecë. Mjekët këtu sigurojnë se Exoni do ta ketë një jetë normale dhe se nuk do të ketë asnjë pasojë afatgjate. Sipas tyre, në spitalin amerikan që gjendet afër Graçanicës, mund të kryen të gjitha llojet e operacioneve, pasi që posedojnë të gjitha aparaturat e duhura. Ky operacion në kushte normale ka kostën rreth 2000 eurove, mirë po stafi i këtij spitali ka vendosur që të gjitha shërbimet për djaloshin 14 vjeçar, që pesojnë nga pakujdesia e dasmorëve 2 javë më parë, t'i kryej pa asnjë kompensim.